Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Këto lloj monstrash, Rezart Veleshnja shpërthen ashpër pas situatës Arbana Ola. Incidenti i rënd i ndodhur në ferm ku Fabiola Eleza i përdori një fjalor ofendues kundrejt moderatores Arbana Osmani, ka sjell një valë reagimesh nga personazhet publik. Së fundmi, aktori i njohur Rezart Veleshnja ka bërë një reagim mjaft të fortë në rrjetet sociale, duke dalë në mbrojtje të hapur të moderatores dhe duke mos i kursyer as pak fjalët e rënda ndaj banores. Përmes një postimi në llogarinë e tij në Instagram, aktori ka theksuar vlerat e Arbanës si profesioniste, nën dhe bashkëshorte, ndërsa ka kritikuar ashpër qasjen e afrimit të saj që ai e quan rini toksike, pranë figurave intelektuale që janë pjesë të formatit. Në deklaratën e tij të plotë, shoqëruar me një foto të moderatores, Veleshnja shkruan: "Unë e kuptoj dëshirën e mirë për të integruar një pjesë të kësaj rinie toksike dhe të sëmur pranë njerëzve intelektual si Moza Ahmeti, Romir Zalla, Vispupa, Soni Malaj, por këto lloj monstrash nuk duhen qasur as në derën e televizioneve dhe jo me tifusësh në reality. Arbana është një nga vajzat dhe tashmë zonjat që unë e njoh që në kohën e klapave që vendosa më sipër. Një gocë, zonjë, nën, bashkëshorte shkëlqyer që u mundua të integronte llumin dhe ta pastronte, por mori si shkëmbim atë fjalë që është miliona vite dritë larg figurës së saj. E frikshme se çfarë po na gjejnë veshët. Arbana, unë të njoh me vite dhe am krenar që kam punuar në të njëjtin vend me ty, dhe vështirë të kemi pranë në këto kohëra njerëz me nivel dhe inteligjencë si ty. Allahu e mëshiroftë atë vajzën. Shprehet Rezart Veleshnja."